Sot do t'jap 5 fjalë magjike që vërtet do të bëjnë të ndryshosh jetën tënde, të pranosh dhe të duash veten, sepse gjithçka që ke ardhur të bësh këtu në tokë është e gjitha kjo, të pranosh dhe të duash veten. Në qoftë se do të kesh rezultate 100%, do ta bësh këtë 108 herë. Dhe këthem gjithmonë, unë punoj me njerëz që vërtet janë guximtar dhe duan të bëj ushtrime të vogla që duken jo me vlerë dhe të thjeshta, por tek thjeshtësia është bukuria. Prandaj provoje, asgjë tjetër. Do ta fillosh me veten tënde, me asnjë tjetër, por mund ta bësh dhe për persona të tjerë. Kjo metodë quhet Ho'oponopono. Dhe të thuash vetes fjalën e parë. Më vjen keq Merita. Dhe mund të shtosh ose mund të shkruash në qoftë se dëshiron dhe je tip që shkruan. Më vjen keq që të kam munduar deri tani, që kam pritur të duan të tjerët, që kam pritur të të shikojnë të tjerët, dhe mund të shtosh çfarëdo gjëje tjetër që ti ke pritur nga të tjerët. Dhe pse ty të vjen keq për veten tënde. Thash gjithmonë për veten tënde. Të lutem, më fal për të gjitha shqetësimet që të kam sjell për të tjerët, për të dukur e mirë tek të tjerët, për të ndihmuar të tjerët dhe të harrova ty, Merita. Dhe vere dorë në zemër dhe po munde vere dhe një dorë në bark, që të lidhesh me ndjenjat e tua. Në qoftë se të vjen të qash, lejoje veten të qash. Prano çdo ndjenjë që të vjen. 3. Faleminderit Merita që ishe tek mua. Falenderoje atë veten tënde të vogël, që bëri kaq shumë durim, që mësovi kaq shumë gjëra, që priti gjersa të arrinje ti ta shikonje. Dhe këtu të them, je femër ose mashkull, je i madh apo i vogël, provoje këtë ushtrim, është magjik vërtet. Provoje dhe ta shikosh sa shumë gjëra do ndryshojnë në jetën tënde. Falenderoje shpirtin tënd, zemrën tënde të vogël. Falenderoje atë fëmijën e vogël që priti dhe i pa gjërat ndryshe kur ato ishin ndryshe. Falenderoje sepse prindi na mësoi që ne duhet të duam të tjerët, kemi detyrime kashi të tjerëve. 4. Fjalën të dua. Merita, të dua. Fëmia ime vogël e brendshme të dua. Të dua dhe që sot të jap fjalën që do jem pranë teje, të dua dhe do të dua gjithmonë. Do të ve unë në vend të parë, do jesh prioriteti im. Ku do që të jetë, për çfarë do që të bëhet, nuk do të plagos më asnjëherë, po më parë do të pyes çfarë dëshiron ti. Dhe fjala e 5 i thua të bekoj ty për çfarë do që ke bërë, të bekoj sepse je femër ose je mashkull, të bekoj se ti ke ardhur, i them vetes time, Merita si femër në këtë jetë, dhe të bekoj që linde femër, të bekoj për gjithë përpjekjet që ke bërë, që të dalësh mban, të bekoj për të gjitha atë durimin që ke bërë, që të tregosh tek vetja jote, dhe ti je shembulli i grave të tjera që kanë eshtur deri tani dhe nuk flisnin, po qëndronin në eshti për të mos prishur familje, bëni sakrifica për ta. Dhe çdo njëri nga ju të thotë dhe të shkruaj ato që ndjen për veten e tij. Të shikoni sa shumë do të lehtësoheni. Po ju them, ose shkruajni ose thuajeni ekaton 108 herë. Akoma dhe flutrat dhe në këtë natyrë janë rreth e rrotull dhe universi dërgon për të na dhënë një mesazh. Që gjithmonë engjëllit, kryeengjellit, Zoti universi është aty me ju. Dhe në këtë moment, po frym dhe një herë që këto fjalët që thamë i merrera dhe i dërgon lart në univers. Mendo në mënyrë pozitive, mos lejo